Profesor Martini, fitore paksa e vuajtur, por e merituar, mund të them. Maksimum e vujtur. Unë I lodhja mes javës, por bravo qoftë djemve, sepse të fitosh një ndeshje kundër Durrësit që ka bërë mjaft mirë javën e fundit, pavarësisht rezultateve, ka një ekip që le të mbrojtje mirë, kundër zbret mirë, nuk ishte ndeshje e lehtë, e kishim përgatitur ta javën, ne dishim që do të ishte e vështirë, por thash ndeshjet që kanë met midis lodhjes fizike, lodhjes mendore hynë tana bashkë dhe komplimentoj djem bravo qoftë sepse edhe kur janë të lodhun, edhe kur janë duke vujt din me fitu. Profesor, deri në këtë pikë të kampionatit keni treguar dominim ndaj rivalëve. A mund të thuhet se tani titulli është në këmbët e vllaznisë? Jo, absolutisht jo. Është, domethënë do të jetë vetvrasje që do ta mundoshim një gjë të tillë. Ne jemi në atë pikë që nuk ketë garantuar me kur gjë. Pikë përgjysmohen, ka edhe 5 javë me marrë kampionati, është shumë e vështirë sepse lodhja thash bën punën e vet. Duhet jemi fokusuar të ndeshja rras, mas shohim as lek sepse kampionati në mënyrë absolute është I hapur në gjitha drejtimet. Tjetër ndeshje që vllaznia nuk son gol. Nisim nga ajo që me një mbrojtje të mirë del kampion? Jo, sa të ishim po ta shikonit u mundu me fut ata lojtarë që kishin gjendje fizike më të mirë. Damtimi I Drosit na prishi punë, Jagoja që na kërkoi ndrrim nuk jam mirë fizikisht, kështu që u mundum tan, biles u kthyme në detyra mbrojtëse më tepër se sa duhet, por thash pjekunia djemve bravo qoftë, e lanën nuk arritën të na shënote të uta, megjithatë s'jam dakord sepse mas daljes me kartel të kuqet lojtarëve të UC doshim ta çarkulloshim topin pak më tepër, mos ishim panik, edhe të tregoshim më tepër siguri, po gjithsesi thash komplimente djemve sepse edhe tu vujt dalet. Çfarë ndodhi profesor në atë moment, sepse po shifsha që bashkë tjerë ekipit që delte para, sikur skuadra nuk gjeti forcë. Priti golin ty në fakt, por ekipi u mbyll. Shikoni, po ta vëni re çdo ekip që del me kartel të kuqe mobilizohet më tepër, kurse ti që je me një më tepër sikur toleron, sikur 5% gjithë secilit tolerojnë sepse jemi një më tepër bëhet 50%, kështu që na nolli edhe ne kjo, por jo krejt kjo sepse thash Durrësi ishte I freskët, ishte më I freskët na ishim plollën sepse ndeshja mes javës na kishte lodh shumë, por thash e rëndësishme ishte pikë. Vesh nuk mundena me pa ma ndeshje të bukura ose janë ndeshje që na duhen pikë dhe edhe kaq mjafton. Përsëri gjendja e Bismarck dim që ka pasur probleme serioze. Nuk e di, do shohim nesër, do të kemi disa analiza nesër, shpresojmë mos jetë një gjë. Profesor, pikërisht për të sa thatë pak më herët edhe Rudi Vata një bisedë para pak minutash se pohoi një vllaznie jo e mirë, por një vllaznie cinike që edhe kështu fitohet dhe edhe kështu duhet të fitohet. Po tjetër, kjo është pjekuria e djemve. Këta janë djemë që kanë pjekurinë e duhun, kanë kampionate shumë më I shpinë, e dinë se çka kërkon Shkodra, e dinë çka kërkon ata vetë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ata kanë kuptuar çfarë do të thonë me muajt fanelën e vllaznisë dhe çfarë duhet në këtë moment. Kjo është gjë më e rëndësishme. Është më afër Roma titullit profesor? Se nejna një pikë që qysh në javë të parë kam thënë tentojmë për titull. Normalisht janë edhe 5 javë që janë shumë të rëndësishme, 5 javë janë 15 pikë në lojë, duhet I bëjmë ismetin çdo ndeshje sepse përgjysmohen edhe pikë dhe tana gjërat janë të hapura, kështu që e vetmja gjë që na ta kanë me bë është me bë stërvitje nesër dhe ditën e shtunë që na pret ndeshje tjetër e vështirë. Sfida rradhës ndaj Vorës, profesor, si është? E vështirë, Vora ka ekip simpatik, lot mirë top, kërkon me teknikisht janë mirë, gjendjen fizike kanë të mirë. Normalisht fjala mjetesë I përfshin të gjitha dhe kështu që do të shkojmë me lutje ndeshje që është shumë e fortë.